emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje kudo që na ndiqni të nderuar shikues, jemi me këtë program direkt special kushtuar zhvillimeve të sotme. Është përpjekja e gjashtë për të konstituar kuvendi sipas gjitha gjasave, bazuar në qëndrimet e drejtashme të partisë së parë dhe të partive tjera, duke që nuk do të kemi zhbllokim të situatës, nuk do të kemi kryetar të votuar të kuvendit apo propozim të VV-s të mbështetur me votë sot me në kuvend, i cili pritet të filloj në ora 10 pas 23 minutave, nëse i përmban orarit të paralemruar nga vetë kuvendi, nuk ka ende ndonjë njoftim se kryesuesi i seancës ka ftuar për konsulta partitë politike, duke që janë konsumuar shterur të gjitha mundësitë, janë betonuar palët, nëse më ta them ashtu, në qëndrimet për dhe kundër një kandidati së paku, kështu që është referimi publik, se çdo ndodh pak a shumë thuajse do dihet fare. Ai që mund përmblidhet me një fjalë të shkurtër, dështim. Prezantoj mysafirët. Selver Islami, historian. Faleminderit Islami. Faleminderit për ftesë. Afrim Kasolli, analist politik. Faleminderit Afrim. Faleminderit. Do të vijoj me juve Selver, një program që komentuam direkt dhe para 2 dite, ku nuk ishte absolutisht fare vështirë të ja qëllonit as ju, as zoti Kasolli, se çdo ndodh me gjas do të kemi reprizë sot. Dallimi është nuk ka me gjas më as takim konsultativ. Po, pritshmëritë janë që do të ketë si herën e fundit veç 5 minuta ose 10 minuta një mbledhje në kuvend dhe do të zhbohet kuvendi pa ndonjë rezultat. Për arsye se do me thonë partitë që kanë dalë e 2-ta, e 3-ta, e 4-ta në zgjedhje, po e konsiderojnë si lloj nënshtrimi nëse ja votojnë kandidatin që vetëvendosja pe propozon, edhe se kandidatja nuk është e parapëlqyme në shumicën e deputetëve që u pa dhe herën e fundit me kundërshtimin ndaj saj që ka ndodhur me vot kundër që ishin 46. Dhe në anën tjetër, ata kanë tregu gatishmëri që ta bëjnë do ta merrnin parasysh nëse propozohet ndonjë kandidat ose kandidate tjetër, gjë që vetëvendosja nuk po e bën. Më thonë, unë kam edhe informatat nga persona që janë edhe deputet dhe janë të pranishëm që nuk do të lishojmë pe në votimin për kryetaret kuvendit. Tashme ka deklarime publike të ndryshme të përsëritura se dallimi është një takim i Duda Balës, komunitetit bosnjak, me kryeministrin, përfundoi me një zotim të këtij të fundit, që nëse e voton kryetarin e kuvendit, rrjedhimisht dhe qeverinë do ta ketë një ministri. Paton Peci është deklaruar pak më parë, duke thënë di diçka, por nuk i di detajet. Kuran Morati ndërkohë flet në emër të qytetarëve, po i citoj me portalet, cila do parti, ka thënë Morati, që lëviz do të ketë vlerësim nga qytetarët. Me një farë mënyre, nëse do një më konë me qytetarët, do një me nga votu neve. Këta nuk kanë më shumë se 22% vota. Do një ka gërvala me thirrje interesante. Qytetarët të ushtrojnë presion ndaj atyre thotë që bllokojnë kuvendit. Gjimbatiri, figurativisht ikonike e vetëvendosjes, thotë vetë në opozitën se a kalon kryetarja e kuvendit. Do të thonë, ka një zinxhir deklaratash, motivacion duket tallje për situatën politike, bisedimet VV Nisma, deputeti i Lëvizjes së vetëvendosjes, njëri prej tyre ka thonë nuk është asgjë definitive. Mufail Bajqinov si mbrëmë deklaru që nuk kënë gatshëm të japi Nismës kryetarin e kuvendit. Këtë që ka mund bëjnë me Nismën është që zoti Kurti është i gatshëm bisedoj për ministri. Po tash këto deklarata, rritu tash janë deklarata politike dhe përpjekje kush po përfiton ma shumë. Tentim për të përfituar mbështetjen e opinionit publik, për ta lënë oponentin dhe kundërshtarin si fajtor për situatën të cilën ndodhemi. Dhe bilëm këto deklarata aty çka më përkujtojnë, që i përmendë se qytetarët janë duke pritur, qytetarët po do ta vlerësojnë, do të bëjnë këto, është një
është një rrëfim interesant në kohën e regjimit të Enver Hoxhës, kur kanë shku prokurorët dhe policia me arrestu një kundërshtar të regjimit, I thonë je arrestuar në emër të popullit, edhe ajo përgjigjet morë thotë arrestonëm ju se populli tash është në gjumë, apo kupton. Kështu që qytetarët po presin, qytetarët janë duke pritë që ky kuvend më dhon zgjidhje problemeve të tyre, do të probleme duke përfshi prej rrymës, duke përfshi prej shtrejtimit të jetës, çmimeve bazë të konsumit e tjera, e nuk janë duke pritur apo kupton këto lojna banale që tashmë kanë marrë edhe karakter banal që po shndruan kuvendin e Kosovës. Edhe tallse dhe unë mendoj dhe mendoj ajo partia e cila ka përgjegjësi e para që mi adresu këto probleme, domethënë për shkak se I ka fituar masë më të madhe votat, është lëvizja vetëvendosje, mirë po ne dje pam edhe kryeministrin detyrë Albin Kurti, domethënë ishte totalisht me një indiferencë cinike ju përgjigj gazetarëve, që po ashtu të kujton një lloj rinkarnimi, të kujton një lloj rinkarnimi të çati mentaliteti parës që e përmenda, që vetëm që nuk e tha hapur, por jo, ata janë sabotatorët, më thotë na jemi në rregull, na dhe populli. Qeveria tha po ndërton po një lloj, çfarë nëse ja analizon logjikën. Qeveria po ndërton ura, populli po e punon tokën, Zoti po na e çon shiun, ekziston një harmoni e plot ndërmjet Perëndis, dërgumit ti në tokë Albin Kurtit dhe popullit, ndërkohë ka ende disa sabotatorë që me taktika të tilla po tentojnë ta prishin këtë lloj harmonie politike. Kështu që kjo është tallse, beso me sa të bën Sirima duket që në fund e ka nervozën. Po e ka nervozën, mirë, po megjithatë dëgjoj, unë më jam mirë kuptuar edhe nervozën. Dëgjoj, unë më jam mirë kuptuar edhe dëgjoj, unë më jam mirë kuptuar edhe nervozën. Është normale me pas nervozë këtë situatë. Po kur bën Rima, mirë, po me adresu në mënyrë racionale dhe me përgjigj shqetësimeve edhe shqetësimeve, a do dalim për kësaj blokade, a keni ndonjë opcion, a jeni të gatshëm për kompromis politik? Në fundi deri më tani askush partisë fituese zgjedhjeve nuk po ja mohon drejtën për krye parlamentar, do të janë të gatshëm ta mbështesin për dal prej kësaj situate, mirë po që të arrihet, mirë po që të bëhet një lloj kompromisi politik që gjendet një emër tjetër, që sipas vlerësimeve të opozitës, personi aktual I nominuar prej lëvizjes vetëvendosje nuk është I denj politikisht për atë pozitë për shkak të veprimtarisë që ka ndjetur dhe gjunjës që ka përdorur deri më tani. Kështu që e thjesht është situata në këtë drejtim, mirë po unë mendoj tash këtu është një grack në cilën ndodhen partia e dytë, e tretë dhe e katërt, për shkak se më shumë se lëvizjes vetëvendosje askuj nuk I konvenon kjo blokadë e shtetit, është në konceptin e saj politik, domethënë që sa më shumë që të bllokohet shteti, aq më mirë për lëvizjen vetëvendosje, për shkak se nëse e sheti prej ditës parë kur ata e kanë arsyetuar pjesëmarrjen në institucione, ata kanë qenë qartë, do thotë lëvizja është e para, ndërsa ne po ja shtojmë mjetet qëllimeve të lëvizjes. Nëse përcjell hierarkinë e konceptit tyre politik, do thotë nuk është shteti qëllim në vetvete për organizimin e tyre politik, është lëvizja e para dhe percepcioni dhe definimi që ata kanë për vetveten që janë reprezentuesit e vetëm të popullit të Kosovës. Jo, të deputetët që janë certifikuar. Po jo, deputetët që janë certifikuar as nuk I din këtu, ata s'kan haber me këtë koncept politik. Ti po pret prej mefit e prej këtyre që I di, unë po të foli çysh është artikuluar konceptualisht mënyra që është Kurti, Konjuca e këta, shtrati, këta çysh e konceptojnë raportin politik popull dhe lider. Se këta veç luajnë rolin apo kupton, janë grigja. Makineri votuese. Po jo, bre, këta janë veç grigja e kësaj edhe element tjerë në prapasken që s'dokën apo kupton që e marrin pjesë në këtë formsim konceptual. Kështu që në këtë situatë tash subjektet opozitore mendoj që ndodhen opozitore gjithmonë në kontekstin e mos keq kuptim, ndodhen para një gracke sepse a duhet ta vazhdojnë edhe këta këtë lloj bllokade që është interesi I lëvizjes vetëvendosje ose të ndërtojnë një alternativë tjetër për ta paralizuar, për ta minuar këtë veprim bllokues në shtetit Kosovës. Mirërisht, nëse lëvizja vetëvendosje nuk është e gatshme për kompromis, këta atëherë mund ta kapërdinë edhe këtë fakt, por gjithmonë se këta janë të gatshëm të I kalojnë mosmarrveshje që I kanë ndërmjet veti për të ardhur deri te një ekzekutiv. Unë edhe me një shkrim e kam përmendur, ne I dim kompetencat e krye parlamentarit, I dim deri ku mund të shkojë krye parlamentari, mirë po nuk ka aq fuqi të madhe sa ta pengoj shumicën parlamentare që krijohet tash e tutje, nëse subjektet opozitare mund ta gjejnë gjuhën e përbashkët, nuk e ka atë fuqi dhe po ashtu as punën e ekzekutivit. Në fundit për ta përfunduar, në fundit as Albulena Haxhiu kur nuk mundet me qenë marrëmiqësore ndaj
ekzekutivit të arshëm opozitar, sesa që ka qenë Vjosa Osmani ndaj Abdullah Hotit. Nuk e ka. Po. Kështu që nuk ka qenë Vjosa Osmani pengesë për punën e qeverisë Hotit, mirë pa ato janë probleme tjera kushtetuese pastaj që kanë ndodhur. Kjo është sfida me cilën ballafaqohen, ato janë kalkulimet e tyre se si do dalin prej kësaj situate, unë nuk mund t'jap tash. Duket që në 2 ditët e fundit për dallim prej periudhës më hershme, ka një aktivizim të kontingjentit të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje për të justifikuar domosdoshmërisht insistimin e tyre që propozimi për zonë Haxhi është i pashmangshëm. U deklarua edhe një herë deputetja certifikuar Arjeta Feza nga VV. Kjo nuk është luftë, ka thënë, kundër Haxhiut, por ndaj të gjitha grave. Tani, si ta komentojmë këtë? Si e komentojmë? Unë e kisha konsideru që këta janë të shku në formën e tyne të mëhershme, populizmin. Dë mundohen me populizëm me kriju tema të cilat janë të ndishme në shoqni. Tash, çështja se veç se është femën ju pe kritikoni këto, nënkupton me largue vëmendjen pe problemit aktual që është fakt zgjedhja e kryetarit ose kryetares kuvendit në një temë, në një fushë tjetër ku këto mujnë me mledh pikë për arsye të ndjeshmërisë së çështjes. Dhe munden me aktivizue natyrisht organizatat jo qeveritare këto për të drejtat e grave feministe e tjera, me shty presione ndaj partive dhe ndaj grupacioneve të ndryshme mrena kuvendit, që me thonë veç se është femën, me kriju mendimin, opinionin se këta nuk votojnë, arsyeja është se është femën. Deri në këtë nivel mundet me ardhë nëse kanë presion të mjaftueshëm edhe bëjnë reklam të mjaftueshme që munden këta me arrit përmes rrjeteve sociale, se unë vetë ditëve të fundit edhe marrë për shoqënisë video, tekste e tjera, shkrime që mundohen me arsyetue, do më thonë, me arsyetue qëndrimin e Albin Kurtit, sepse opozita është fajtore. Dhe opozita është ajo që... Kjo është betejë kryesore politike. Këtu është problemi kryesor që me populizëm... Nuk i betet fatura fajt për apullin. Për këtë blokim. Sepse faji duhet mu gjetë dikund, edhe tash që shë kanë thonë gjithmonë të ne si popull thojmë faji është jetim, edhe mundohen gjithmonë me e gjetë dikund, po është edhe një thonjë... Basa është insistimi si që u mobilizua vota unike për ta votuar raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe në një mënyrë të insistoj VV që t'i bëj ortak të gjithë me një farë mënyre për blokadën. Po, është edhe një diçka tjetër që deshta me ndërlidh në ti nuk është e thone çka muj me bë, po çka duhet me bë. Këta e din që munden me i bloku këtë proceset. Vetvendosja e di këto dhe thonje popullore të ne. Kur e dish që mundesh me e bë, po është në dom, mos e bën. Po këqyre me e gjetë një zgjidhje. E këta tu e pas parasysh. E shikove afrimin se një shumë mirë vendosin shtratin ideologjik të tyre. Po kjo është. Që një pjesë madhe tyre në base si që ta ka solli nuk e lexojnë fara. Nuk arrit ta dëshiprojnë. Gjenealogjinë e konceptit normalisht, politik. Po edhe ata që luajnë detyrën, që asi sepse është një raport interesant që e ka një lloj raporti kështu paternalist që kryeministri Kurti e ka me përfaqësuesit e tij, do thotë, ai gjithmonë i merr ata si një lloj nxënësa të predestinuar për verifikim të teorisë tij. Domthonë kështu është, ky raport, ai ka raport edhe pedagogjik. Edhe raport pedagogjik ka me ndjekësit e tij. Domthonë ata janë vetëm disa nxënësa ata janë vetëm disa nxënësa të cilat janë të ngarkuar historikisht e politikisht me verifiku drejtsinë e kauzës që ai e mbron. Edhe për ata edhe këtu se po të ndërprerësh edhe këtu. Qytet çfarë dinakria ku qëndron. Do thot e para nëse e përcjell hierarkinë që e citove zonjën Feza. E para do thot kush e kundërshton pushtetin e lëvizjes vetëvendosje është kundër shtetit Kosovës, është pjesë e skemave të luftës hibride. Lëvizja vetëvendosje është përfaqësuese e vetme legjitime e popullit Kosovës, ndërkohë gjitha partitë tjera janë fraksione private. Nuk janë duke mbështetur lëvizjen vetëvendosje, ti jep kontribut në materializimin e interesit të përgjithshëm dhe po ashtu duke mbështetur Albolena Haxhiun, ti e mbështet kauzën gjinore.
Sepse çdo grua tjetër aktivizuar politikisht në subjekte tjera, do thotë ky vetë viktimizim. po tash kalon, kjo është çështje, unë nuk mund të jap, unë veç po e analizoj. Mund të gëlltitet tu. Po ndëgjoj tash, kjo është tim tjetër, na jemi Jo, po analizojmë po, edhe e kanë thënë, o taktik, është model propagande. model i përpjekje se Me motivacionin që ti bind, Po. jo vetëm nxënësit ata atë strukturën lojale, po edhe ajo strukturë lojale që i mesazhin të masa. Të masa, Këta janë të këqit, këta janë, si që tha, ata fragmentarizimi ata janë privat. fraksione private, ne jemi interesi përgjithshëm. Ne jemi interesi Ato përgjithshëm. janë gratë aktivizume Po, politikisht në parti tjera luftojnë vish për luks personal. Mund kaloj Për kjo. luks personal, ndërkohë Viç Albolena Axhi është mishërimi kauzave gjinore. Domethënë tash kjo është ndarja që Është në base mirë, kështu që po veprojnë për tu Ndëgjoj. dekonstruktuar të tërë. po ndëgjoj, ku problemi? Ku është problemi? Na shumë më shumë jemi duke i bërë analizë që sa logjike që në studio se sa pam reagimet këtilla të subjekteve opozitore ndaj kësaj mendësimi Jo, nuk ka, logjike. Po tash kjo është arsyeja që Përbalja E tash na nuk mujmë oponentëve na nuk politikë mujmë kurti veç duket se është Po. në nivel gati pikëlluos. Që këtu është rreziku, domethënë që mund t'i nënshtrohen kësaj gracke dhe mund ta shfrytëzoj këtë situatë sepse zoti Kurti e ka të kryme më problemin e përfaqësimit politik. Ai thot populli ka votu, unë kum fitu, unë jam kryeministër në detyrë, ekziston lidhja popull lëvizje Albin. Gjitha tjera tash nëse dojnë t'i përshtaten kësaj skeme në rregull, nëse s'dojnë t'i përshtaten kësaj skeme, faji është aty, gabimi është aty. Shikone se si ka demonstruar lezutë në rrugë shikus, afrimi paraqitjen e gjeshme të kryeministrit kur përoroi një urë një investim gati 1 milioner Në rrugov të Hasit. Në rrugov të Hasit, edhe formulimi i poetik Merima, zakonisht kur bën zoti Kurti në sfond duket se e ka një shqetësim, një nervoz që s'mund ta t'i kaloj dhe përpiqet ta mbuloj të njëjtën me Merima, por dhe konstruktimin e saj e bëri zoti Kasolli lidhja Perëndi, Albin, popull, edhe gjithë janë harmoni. Perëndi, Albin, popull. Skemin ata është problem me çet shi po bjen. Nuk është rastësishme pse bjen shi, se është bereqeti në çaj, nuk është investimet jemi duke i bë dhe tash problemi është te disa sabotatorë që po dojnë t'i kundërvijnë progresit ton politike historik. Kjo mund gëlltitet tu nga njerëz, ëndë. Jo, te populli i thjesht është shumë e kapshme kjo, sepse Po më trokitjet. Po, këtu është ozati, po se me çet formë ky ka ardhur në pushtet. Edhe njerëzit që janë Po me përse janë aty populizëm. oponentët e tij? Përse janë aty PDK, LDK, AK? Unë e kam pas thonë këto edhe me një debat shumë më herët, kur më kam pas pyet për Mendon që opozitën. duhet jenë më të zëshëm? Duhet më kon patjetër, për arsye Me se të zëshëm edhe në pikpamje, jo vetëm për ta kundërshtuar, po për ta mirë argumentuar në detaje kauzën e tij, siç e bëre në mënyrë ta them kështu, në mënyrë të poetike. Jo, Kasolli siç e bëri në mënyrë Përshkrimin e gabon shumë po të detajuar. saktë ideologjik. Po, ashtu është. këtë retorik poetike. Po është gjithçysh partitë që kanë dalë jo fituese në këto zgjedhje, duhet me kriju një kauz të përbashkët, që me dal edhe me një propozim edhe me një alternativë të re ose me një alternativë pak më ndryshe. Që nënkupton, ne nuk jena ata që e sabotojmë vendin, ne nuk jena ata që e pengojmë zhvillimin, ne Mos i bie kjo që janë në defanziv, diskurs defanziv, a me diskurs defanziv duhet të komunikohet me zotin Kurti, a me diskurs ofanziv? Ofenziv, po në këtë aspekt ofenziv të këta është problemi se Albin Kurti e njeh këtë fushë shumë mirë. Ky agresivitetin e ka si bazë kryesore. Kështu që duhet me gjetë një gjuhë tjetër që nuk i përshtatet gjuhës tij. Se momentin që ky ta lishon me agresivitet, edhe ti mundohesh në të njëjtën mënyrë me u ballafaqu me to, thënë populli i thjesht të qep e kopjojnë këta, pe din që ky është më i miri, për këtë arsye edhe këta po bëjnë si ky. Kështu që këta duhet me gjetë një metodë këtë tjetër, mos më nënshtru, se ky është u lyp në nënshtrimin total të gjithë institucioneve tjera dhe të gjithë deputetëve tjerë. Të hyjnë në sallën e kuvendit, është ora 9:56 minuta. Janë duke transmetuar pamjet zoti Arben Gashi, deputet i LDK-s dhe tjerë nga vetëvendosja dhe PDK-s, po hyjnë në sallë, duket që mund të filloj seanca pas pak minutash, siç është paralajmëruar dhe deputet PDK-s, po hyjnë gjithë
janë pame në Koreale, kemi sinjalin Koreale dhe nga kuvendi i Kosovës, nga faqja zyrtare e kuvendit të Kosovës, nga e cila e marrin sinjalin të gjitha mediat. Deputatët janë aty, gazetarit të mbledhur të gjitha aty, por duke që nuk kanë edhe çka për të thënë asnjëri prej tyre, është një vendosur një bin aty për të folur secili deputet sipas masa protokollit të sigurisë. Ja shikojeni. Kasolli, por duket që asnjëri nuk ndalet për ta Më tash pozicionet... Si du të përballen me Kurtin çështja ideja, a po diskutuan për situatën, a mund binë lehtësisht në shtratën politikë zotit Kurti? Se duket që më shumë opozita e drejtshme për 4 vite më tepër ka reaguar ndaj zhvillime, nuk ka pas nisma. Tash une tham kam mirë kuptim ose se normal që edhe partitë opozitare nuk kanë qenë në pozicion të lakmueshëm se diferenca u kon shumë e madhe në këtë situatë ne kemi parë po edhe jo këtu problemi ne kemi parë do thotë për shkak se bilëm para se të vija këtu isha duke lexuar shpejt një farë lloj studimi kur fitojnë lëvizjet populiste në fazën fillestare të tyre në pushtet është shumë vështirë me ju kundërshtu, sepse ato vijnë pas një zemrimi popullor. Tash ai zemrimi është real apo ka arritë të krijohet për shkak të interpretimit politik që kanë bërë lëvizje e përfaqësuesve. Kjo është tjetër, po. Mund të jenë edhe arsye të tjera, po. Mirë, por në politikë ka shumë rëndësi interpretimi, narracioni. Nëse ti arrin për shembull që nëpërmjet narracionit tënd me i bind qytetarët, me i bind masat që situata nuk është mirë, edhe nëse është mirë, politikisht ka rëndësi që ajo çysh ti ke arritur më e mirë. Po, çfarë do të më bind. Tash në këtë situatë reagimet, thot ai studim reagimet shpesh herë thot janë gati të pamundra se ballafaqohesh me një farlloj pasoje që jek edhe kundër vullnetit demokratik, kundër mirë, po rekomandimi, domethënë atyre sociologëve që janë marrë me këto fenomene ishte që s'duhet ndalur asnjëherë. Dhe ne kemi rastin konkret, kemi rastin tash, domethënë të paknasive që po i krijon problemi i rrymës, vret kjo paknasi qytetare, mirë po që nuk po arrin ende të kapitalizohet politikisht. Tash është një lloj shanse, është një lloj mundësie, kjo e kombinuar me shumë kriza tjera që me arrit me i gërshëtu diqysh, me i shëndru në kauzë politike, sidomos të tema të rëndësishme sociale në mënyrë që brenda natës nuk bëhet asnjë gjë, asnjë ndryshim nuk ndodh brenda natës, po me një investim, do thotë graduale, aktiv të vazhdueshëm të tash. Kjo është problemi domethënë që kanë dështuar në këtë drejtim partitë opozitare për një mandat kanë qenë që nuk janë qenë shumë aktive, kanë qenë pasive, domethënë i kemi diskutuar, ato janë të njohura për fitoret juridike që i kanë pasur në betejën kushtetuese, por që nuk ka mjaftuar ajo mu materializu politikë. Në fund fundit, unë e kam thënë disa herë, në fund fundit, nëse i shohim për shembull ndryshimet që kanë ndodhur në aspektin si çmimeve energjetike këtu gjatë 4 viteve, zoti Kurti nuk ka pas arsye politike me fitu këtë mbështetje. Ashtu. Sepse gjendja ekonomike sot nuk korrespondon objektivisht me rezultatet. Edhe me narracionin. Mirë, po çka ka ndodhur? Ti ke pas raporte ndërkombëtare që kanë konstatuar rritje. Një sekondë, Kosolli. Nga regjia kërkoj të përpiqet të vendosë dhe sinjalin e kuvendit të shohim pamjet e deputetëve në Koreale, sepse janë duke shkuar të gjithë tani teksa po flasim duke hyrë në sallën e kuvendit. Besoj që regjia na i mundson që t'i shohim këto pamje për disa sekonda, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, i shohim, t'i komentojmë njëkohësisht, kur do që na i mundson t'i vendos në Koreale, ne do t'i shohim këto. Janë pamje direkt nga regjia e kuvendit të Republikës Kosovës. Gjithë deputetët po shihen nga një pamje tjetër që kanë duke hyrë në sallë kuvendit, nuk e di se ku po qëndrojnë. Këtu do t'ulen, është do të bënin mirë, mos t'ulet në fare, vetëm për konsum procedure, që të mos bëjnë ndonjë shkelje, dhe rregullores së re të punës së kuvendit, e cila do ta shoqëroj këtë klasë politike për t'i diktuar asaj që të marrë veprime procedurale çdo 48 orë që taftoj seancën, deri në një moment kur dikush mund të mendojë seriozisht që ç'është ta çoj për kontroll
kushtetutshmërie në gjykatën kushtetuese se a mund të vlejë mbase një rregull që ka vlejtur për qeverinë të vlejë edhe për kuvendin. Një vakum interpretimi kjo, sepse ligjet janë në rregull në esencë, por çfarë t'i bëjmë kësaj mendësie politike e cila ngarin kryesisht për bllokuar situata. Përgjithësia natyrisht i bie partisë së parë që të promovoj dialogun me të tjerë, gjë që vlerësimin e vrejtuesve, analistëve, atyre që kanë përcjell gjithë skenën politike në gjithë këto vite, nuk e shohin lëvizjen vetëvendosur si prietare, si nismëtare, si dashamirëse e dialogut politik me oponentët. Përkundazi, si një lëvizje provokatore që ka mbyll gjitha urat e bashkëpunimit islame. Unë e shoh që problemi edhe mas shumë është brenda partisë. Nuk po foli për vetëvendosjen, po foli për PDK, LDK. AK-nismën po e përjashtojnë këtë rast, po mas shumë ti PDK-ja dhe LDK-ja që kanë fraksione brenda vetit dhe tu e pas parasysh këtë përçamje brenda partisë ose mosmarrëveshje që ekzistojnë aty dhe grupet e interesit, Albin Kurti e njen edhe një komoditet shtesë. Do të thonë, ai e konsideron që këto parti edhe në vete s'mujnë mu marrë vesh për me më kundërshtu mu mjaftueshëm, se ka pas tentativa me kundërshtu, po gjithmonë në shumë shpejt janë hesht ata. Nuk ka pas aktivitete që i ka pas bo vetëvendosja ma herët, me pankarta, me dalë aktivitete, me bo rrugëve, se po prishen edhe, qysh me thonë, interesat ku i kanë koalicione këto parti që kanë me vetëvendosjen koalicione në për komunat e ndryshme, kështu që për me rujt një lloj balance dhe stabilitetit të interesit për bashkët, po thëmë bukfalisht, që e kanë edhe me vetëvendosjen, në disa komuna që është Gjiloni, Kamenica. Kush? Po partit, si pëzëm shamu PDK-ja, ka koalicion. Ka shkputje, po tash ka shkputje, po kam pas bashkëpunim fillimisht kam pas me ta. Po. Dhe kjo është ajo që ja u kanë mundësu dhe këto partit me i fitu e komunat. Se pa bashkëpunim me ta nuk ishin mujt me i fitu po, disa komunat. Po të nisemi nga kryeqyteti, është nga historiku i kryeqytetit. Po. E njëjta ashtu është. Edhe këtu po du me dalë që problemi... Shpendameti në pushtet me votat e... PDK-s, ajo nuk diskutohet. Edhe dihet kjo që këtu mundet duhet m'ju faturu edhe faj pjesërisht edhe PDK-s, që ja kanë mundësu me fitu edhe në bast kësaj vetëvendosja e ka marrë edhe hovin e marë. Në kalkulimin që të dëmtohet LDK-ja, po. Dhe këto kalkulime Albin Kurti ende i ka parasysh. Dhe e mendon që... Po etablimin e madh të tij politik e mundsoi koha e Vlanit. Edhe në nivelin lokal kjo që e përbendëm, edhe në nivelin nacional, po pastaj këtu kjo është fronti përbashkët. Fronti përbashkët. Dhe tash këta parti, po të ishin më bashkëpunuese mes vete. Këta mujnë me kriju një lëvizje kundër vetëvendosjes, e cila e vetëdison popullatën. Po në këtë aspekt, jo të gjithatësi, po PDK, LDK, AK-nisma, i kanë mundësit, kapacitetet edhe të stafit tyne që e kanë simpatizant e tjerë, të cilët munden një lloj bashkëpunimi me kriju për me i vetëdisu dhe qytetarët në për qytete shtrajntimi rrymës çfarë roli luajnë për jetën e tyne. Si ka ardhur vetëvendosja në pushtet, që ka ardhur me dhunë dhe në formë të dhunshme, po i bllokon institucionet dhe krijimin e institucioneve. Nuk pe bën me dhunë që po del në rrugë, po prish diçka ose po dëmton diçka, po thjesht me dhunë institucionale mundim me thonë. Se pe shfrytëzon edhe gjua luan rolin e vet. Ka përdorur vetëvendosje po ajo gjithmonë me vite të tëra, duke e ushqyer duke i ushqyer mbështetësit të saj se gjithë çfarë bën të tjerët ishte dëm për vendin, e shkatruan shtetin. Duke që simptomat e kësaj urrejtje hematome nuk kanë hequr ende nga... Po tash, kjo ka prodhu sukses politik. Se nuk është kjo fitore e rasishme. Ky insistimi vazhdueshëm nëpërmjet këtij narracioni ka kriju vetëvendosjes, ka gjatë një farloj suksesit madh politik, dim 2021 të çfarë suksesi, po edhe sot nuk është suksesi pak, tjetër që vetëvendosja ka 22%, tjetër që qasja e saj është përjashtuese, ose i dën gjitha ose asgjë,
mirë po dhe sot, suksesi i saj është evident në aspektin elektoral, diferenca me partinë e dytë dhe tretë. Problemin e terren dhe ky rezultat diçka nuk përbudhen. Është një kontradikt shumë e madhe, dhe unë pse u ndërpreve kur isha duke se raporte, duke referuar raporteve ndërkombëtare, hajde nuk po i referona vlerësimeve të partive opozitare, pa atyre që janë më objektive, më reale. Do të ka ndodhur ty që raportet ndërkombëtare të UNDP-s që mirën me matin e pulsit publik e tjera, të cilat kanë konstatuar rritje të varfërisë gjatë përqindje prej 14% në 16% ki pas 2% rritje të varfërisë të qytetarët e Kosovës. Knaqëmëria në anën tjetër, do të thotë ka ardhur duke u rrit me leadershipin politik. Diçka edhe në ato raporte. Jo, raportet janë sakta. A di ku problemi? Është ende dominos narracioni i Albin Kurtit, që opozita është përgjegjëse edhe për varfërinë e tyre të sotme. Që kjo është arsyeja që njerëzit ende e shohin, domethënë njerëzit qytetarët e zakonshëm, masa e përgjithshme, që ende e shohin, domethënë këto që ishte opozit, përgjithëse pse Albin Kurti nuk po arrin me u dhënë zgjidhje problemeve të tyre të sotme. Dhe kjo ka bërë që njerëzit ende të jenë më të mishëruar me ki pasti në fundit, ku ki pasti kontakte të kësaj natyre me shtresat e marginalizuar sociale gjatë një mandatit të përfaqësuesve të opozitës. Na duhet më bëra real. Këtë aktivitetin politike kanë bën qendër Prishtinës në për kafeteritë e tyre. S'ki pasti komunikime të drejtë për drejta me njerëz, nuk i pasti kontakte. Parlamentin e kanë konsideruar vend pune, prej parlamentit në fundjavë në për vilat e tyre në Brezovicë tjerë, edhe përsëri aktivitetin autentik politik. Ja kanë lënë Albin Kurtit, ja kanë lënë dorë. Çka e kanë ndodhur paradoksit? Po, citoje. Abelar Tahiri ka deklaruar pak më parë, për të kësë kanë ruar asë një gjë për në shuar qëndrim. Ndërkohë, kandidatja për kryetarit kuvendit ka thënë, nuk po flasë se opozita po me quajnë për qarës e... Nuk po flasë më, se opozita... Jemi në një situatë në rregull, domethënë qëndrimin e PDK-s po e di. Po tash që thonë, aktivitetin politik ditor, shumë më shumë përsëri ja kanë lënë Albin Kurtit terrenin e zbras se sa këto që kanë pas kapacitete me shfrytzu situatën. Vetëm po i referona edhe një studimit të fundit, cili ka ndodhur një paradoks shumë i madh. Sipas një studimit i FES-it, do thotë përkrahja e shtresës rinore prej 18 deri në 24 vjet ka mbetur konsistente për Albin Kurtin gjatë këtij mandati, do thotë është diku rreth 40%. Ky brez që ka besim më të madh te Albin Kurti, ndërkohë, a di cili o paradoksi, te ky brez përkraja në raport me vitin 2021 ka ardhur duke u zvogluar për Memli Krasniqin edhe Lumer Abdigjikun. Ndërkohë të njëjtit janë shumë afër moshës biologjike se sa kryeministrin detyrë në raport me këtë shtresë të shoqërisë. Kjo shtresë e shoqërisë që do duhet kishte lidhje më drejt për drejta politike me këta dy lider të opozitës edhe për shkak të afërsisë biologjike ka ardhur duke u tjetërsuar për këtyre duke mbetur konsistente me Albin Kurtin. Analizë shumë interesante. Pse ka ndodhur kjo? Vishtar të ndërprer. Pse ka ndodhur kjo edhe në fund? Domethënë këto të mos flasim veprimet e tij institucionale sa i përket bursave këtu, por unë asnjëherë nuk i kam pa asnjërin prej përfaqësuesve të opozitës në komunikime drejt për drejta me këtë shtresë, në për universitete. Albin Kurtin e kam pa duke marrë pjesë në ceremoni poetike në për universitete, kam pa në shumë aktivitete që krijon lidhje drejt për drejt ndërmjet liderit edhe kësaj mase të shoqërisë. Kjo është politika e këtyre populistëve dhe majtisëve, zakonisht këta kçyrin me gjesh shtresën që është më e prekne dhe e cila është më lehtë e manipulueshme, se moshat 18 vjet po e folin këtë aspekt politikisht janë pa pjekun edhe janë të e kçyr me e gjet një drejtim, një udhëzim, se unë vetë e di gjatë studimeve. Ma letë i arritshëm, sepse ata janë të gatshëm me pranu ideja. Po tash ti jenë terren politik, jo mja lejuar ti të e tash, përjashtimi total që ka ndodhur nga LDK dhe PDK-ja për njerëzit që kanë dashur me dhënë kontribute. Unë e njoh shumë njerëz që kanë dhënë, muj me thonë gjithçka, kanë dhënë edhe pare, mundin, kanë dhënë projekte, kanë dhënë çka mos që kanë pas mundësi me dhënë, edhe më në fund o marr dikush që më sport e ka shojt më shumë ti partinë. Edhe e kanë marrë me një arsyetim,
po na shohën ky neve që ta heshtim këto pe marrin peshtim parti, edhe ata që janë kontribues dhënës më të mëdha janë demobilizuar dhe janë lënë onash. Tash normalisht ky 18 vjeçari, 20 vjeçari ose vjeçare që ka dhënë kontribut për PDK, për LDK, edhe e sheh ose nisma, edhe e sheh vetin që këta veç pe marrin mundin, edhe pe anashkalojnë, pe qesin poshtë, mlefi, inati, pastaj e çon, thot, po ky zotnia mu mas po këti, po mpret, edhe po ma dëgjon ide. Po më mjafton dorë. Realitetin nuk bën asnjë të nënçmohet. Çështja është si u kriju dhe kush janë aktorët që janë pjesëtarë të atij realiteti, kush janë ata që përfaqësojnë kauza për të ballafaqur me këtë realitet. Si u kriju ky realitet? U kriju Në shumë rastisht nuk u kriju. Jo, ky u kriju shumë thjesht. Pavarësisht pretendimit të kryeministrit Kurti që është i dërguar me Perëndis, nuk ka hapur Perëndis, është normal. Kryeministri pak më parë është pyetur nga gazetarët me një pyetje poetike. O kryeministër, a ka bërë çet sot? Gazetarët kanë filluar, gazetarët është me cinizëm me marrë. Të shtojnë me qenë se është jo transparent, nuk përgjigjet për asnjë zhvillim, ka zgjedhur këtë metodë. Haradinaj ka deklaruar që nuk ka asnjë ndryshim të qëndrimeve, Limaj po ashtu është deklaruar që nuk ka asnjë qëndrim. Kështu që jo që po thojmë na gjë të re sepse i kanë përsëritur 10 ditë më parë. Po situata mbetet e tillë, e bllokuar së paku edhe për 48 orët e ardhshme. Të dielën normalisht do duhet të ftoj seanca e 7, përpjekja 7 për vimin e seancës. Ne do të shohim këtë seancë edhe tani në këtë program special, por duket që nuk ka asnjë gjë që mund ta ndryshoj situatën. Deri në një situatë se mund të krijohet për të krijuar terren molesës. Të parën e bëri zoti Kurti me Duda Balën. E bëri për vete me Xhaz Duda Balën, një vot. Një vot, po prapë mungojnë. Tani ka Duda Balë 48 i ka zoti Kurti. I kishte gjithsej 57. Duda Balë 1, 58. Edhe 3 mungojnë. Edhe 3 mungojnë. Që me votat e nismës do të mund të konstruoj kuvendi. Po tash janë na spojdim, na spekulime vetëm kemi ndëgjuar se diçka publike s'ka pas. Jo, me votat e nismës po supozoj. Me qenë si nisma ka një qëndrim, po them neutral, se vota abstenim, po qëndrim politik. Duket që nuk ka marrëveshje për ta bërë qeverinë me nismën ende. Zoti Bajqinosi, deputeti Brëm tha, kemë rakta që të i Bajqinosin. Jo, për më... është jafërt me kryeministrin. Njëri për deputetëve që ka afërsi se që shpëndot. Tha, ne jemi të gatshëm t'i japim zotit Limaj, ministri Kurti është i gatshëm në fakt. Por jo t'i japim postën e kryeparlamentarit. Po ndëgjoj, Rit, tash unë i kam dhënë ti e din edhe nëpërmjet disa shkrimeve edhe këtu në studio nëse zgaboj disa herë, kam tentuar të argumentoj pse heziton kryeministri Kurti që t'ja japë pozitën e kryeparlamentarit zotit Limaj. E para është siç kemi analizuar çështja e presidentit, nëse s'ka zgjidhje politike për temën e presidentit vitin e ardhshëm, kryeparlamentari me automatizëm në bazë të rendit kushtetues i fiton kompetencat e UD të presidentit, që nuk është pak sepse në atë kohë kuvendi shpërbëhet, qeveria përsëri ka lënë në detyrë dhe i vetmi autoritet funksional politik mbetet presidenti, që është ka një farë sfide politike për kryeministrin mja besu këtë rol zotit Limaj, sepse megjithatë zoti Limaj është një personalitet tjetër, ka një background tjetër, pavarësisht taktikave e kompromiseve politike që mund të bëj, nuk është bashkëleti nënshtrueshëm në situatat këtilla zoti Limaj dhe Kurti e ndjen këtë akt. Tash, Kurti në këtë situatë ka arrit një fitore taktike që i ka përqarë zotin Limaj edhe zotin Haradinaj. Domethënë zotin Haradinaj, kjo është një fitore taktike momentale politike. Kjo është besoj njëra prej arsyeve kryesore edhe
frika dhe ankthi që e ka zoti Kurti që pozita e krye parlamentare, do thotë pavarësisht që është kogja simbolike, nuk ka shumë kompetenca të mëdha, megjithatë është një pozitë reprezentative shtetërore që nuk ka besim të madh të drejtohet nga zoti Limaj. Dhe aty duket që kërkon më tepër një njeri i cili ka një frymë militanteske në raport me të, që ndëgjon çka i thotë ky. Paktën kur i nevojitet që ta sabotoj kuvendin nismat interesat e vetë. Këto mundet mi bë, krye parlamentari mundet mi bë paktën të jetë sabotues për një periudhë caktuar kohore. Jo, edhe nëse konstituohet për shembull thirrja e kryesisë e tjera, po mund të nëse kryetari e saboton, ato mund ta ftojnë edhe mund ta ftojnë pajtonë. Procedurë të rregullt. Mund ta ftojnë. E pa të paralelin e mirë me Vjosa Osmanin dhe zotin Hoxha. Jo, nuk mundet krye parlamentare edhe nëse partitë krijohet qeveria opozitare. Nëse krijohet, se s'ka qeveri opozitare, po për arsye metaforike po përdorim, edhe nëse krijohet qeveria opozitare, kjo mund të bëj sjellje irrituese. Alternativa antikurti po. Mund të bëj sjellje irrituese, mund ko pas kohë të shkaktoj sensacione publike, politike, por nuk ka kompetencë finale që t'i blokojë, t'i stopojë proceset. E përmend edhe ti, ndoshta që edhe LDK po luan me modelin e manovrës për të maksimalizuar përpjekjen për pushtet. Në një ditë të mirë mbase mund të zgjohemi duke lexuar lajme që janë filluar takime edhe midis tyre dhe PDK-s për të gjetur alternativen antikurti. Por duket që këta nuk janë gatshëm. Miqtë e kanë braktisur thujse Kosovën në këtë habitat. Faktor ndërkombëtar. Jo, kjo është mirë. Sepse deri tash ne jemi ankuar që po interferojmë po. Jo, na testojnë vetë. Jo, kjo është mirë. Është mirë sepse deri tash ne, domethënë kemi hell vrere, kemi hell mlef, domethënë se po qeverit po na i bëjnë të tjerët. Po na i bëjnë të tjerët, ku mbetet sovrani, ku mbetet vota, ku mbetet kjo, do i kemi parë me terma gati si thuj se imperialisti kemi dënuar. Po me terma imperialisti kemi dënuar. Interferimet e tyre dashamirëse për zhbllokim të situatave që janë krijuar. Dhe tash kemi arë në këtë situatë që ne duhet ballafaqohemi me vetveten dhe ta shohim edhe opinionin që ka një klasë, se deri tash bilëm interferimet ta menaxhojnë. Po interferimet e bashkisë ndërkombëtare deri tash janë kanë shpëtuar fytyrën klasës politike në ashtu kanë gjithë, sa ata kanë ardhur, kanë ulë dhe kanë thënë çfarë marrëveshje kemi me bën dhe u kry puna. Është kriju percepcionin për shumë afërtënesh, shumë vite më përpara. Kur bënin qeverit, tuk ishte ambasada amerikane. Që ka pas një rol. Unë kam raportuar personalisht nga ato takimet që kanë zotër me orë të tëra në nërmisimin e miqve tanë të Shtetit Bashkuara, por që gjithë këshillat e tyre kanë qenë në drejtimin që të ketë një gjuhë racionale politike, të ketë politikanë që të i kalojnë dallimet dhe që Kosova të mos mbetet pa institucione legjitime. Po përshtypja është, po i kitë drejtë, është kriju gjithë kjo përshtypje, ta dëgjojmë edhe në fund. Kjo është e vërtet kjo se në shumicën e rasteve, unë që i kam dëgjuar dhe në debate dhe në biseda me shoqënie me rrethet ngushta, ata thoshin, po në Amerika nuk e kena votu në ambasadën amerikane këtu me vendos ata për ne se qysh edhe kush me na udhëheq neve. Edhe unë munoj që m'ja u spjegu që përveç që është një interes të Amerikës, që Kosova më konë shtet stabil, sepse i vetmi shtet që Amerika që e ka krijuar deri tani që ka tregu sukses të jashtëzakonshëm është Kosova. Vende tjera ku ka ndërhyrë Amerika ka pas pasoja afatgjate në ato vende. Ato janë krejt failed state që e thënë në termin e politikës. Kosova o ka një vetmi sukses. Unë se kam qenë edhe përkthys një kohë gjatë kur më ka ra me Gjermon me pas punë, ata kur vinshin në Kosovë, vinshin me një bindje që këtu është anarki, bile kam një rast konkret që duhet me përmend gjithçysh. Ishim të shku në veri të pjesën veriore të Kosovës, Mitrovic. Edhe ke aty një Gjerman, ma boni një pyetje shumë provokative. O, tha, po s'kam marrë pasaportën me marrë me veti. Edhe unë e këqyra, thash, pse, thash, ku? Tha, si na të shku thënë Serbia? Thash, sa di, thash, Serbia, thash, edhe ja 70 km është largë. Thash, ne na të shku veç në pjesën tjetër. Ajo unë ku menu se kjo pjesa është Serbia, nuk është Kosova. Edhe ja bona me dije, thash, zotni, sa herë ke ardhur në Kosovë, jo era e dytë. Thash, po m'vjen shumë keq që po s'kenajt ignorant. Edhe qatë shumë minati i ka ardhur që ka bo ankesë në zyrën e përkthimit, ka thonë kush është ky me mësu mu për çështjen e Kosovës. Ata edhe vetë ndërkombëtarët këtu disa faktorë, sidomos Gjermanët janë kanë problemi kryesor për Kosovën.
edhe nuk e marrin njerëzit parasysh. Për shkak se unë i kam marrë edhe në kohën më herët që Gjerman më problemi shumë. kryesor? Po, për shembull Gizi ka bërë studime të caktuara. Ka shkuar para xhamiave edhe i ka pyet njerëzit, a nin vetin më shumë musliman, a nin më shumë shqiptar. Tash dikush që është me mjekër ekstremist, ai më shumë e ka një vetin musliman. Ose kanë bërë sondazhe të rinia. Sa je i pakënaqur. Nuk kanë pyet a je i pakënaqur, a je i kënaqur me qeverisjen, por sa je i pakënaqur. Domethënë, përfundimisht ti je i pakënaqur. A je shumë i pakënaqur, a je pak i pakënaqur, nuk ka më Po fol për vite, 2014, 2015, 2016, 2017. Gjermanët kishin pozicion politik anti Zotit Thaçi. Jo veç anti Zotit Thaçi. Anti, me LDK kishin një Jo, me aftësi të LDK, mirë po, mbajtur. ata bilim kanë qenë të zemëru me LDK se s'ka arrit një kry misionin për cilin kanë besu të Liga Demokratike. Ne, se Isa Mustafa ka ndëgja. Gjermanët, po them, një vi e rëndësishme vendimare së tyne kanë qenë politikisht kundër Zotit Thaçi, kështu dhe kanë punuar që Zoti Thaçi të rrëzojnë. Kjo është edhe arsyeshme për rastit të 3 gjermanëve që i patën arrestu ato që për atentatin që e Jo, patën. edhe politikisht kam arsye ti besoj Zotit Mustafa, Zotit Mustafa ishte lideri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai disa herë në për intervista ka deklaruar, ka thonë që ishte një kohë kur zëvendës ambasadori gjerman në Kosovë silli sinën kryetari i lëvizjes dhe vendosin zyret të LDK-s, duke ushtruar presion politik për afrim ndërmjet këtyre subjekteve politike me qëllim, e thot Zoti Mustafa, s'po e tham unë, le ta demontojnë, publikisht me qëllim të minimit të rolit amerikan në Kosovë. Do thotë mirë ta kemi parasysh, këto ngjarje kanë qenë para shpërthimit të luftës në Ukrainë, kishte tjetër ishte raporti ndërmjet, ishte edhe administrata e parë Trump, ishte tjetër raporti SHBA, pas luftës në Ukrainë. Interesi të mëdheve neve po na kushton. Se ata luftat e tyre në Kosovë kanë. Rastisht Zoti Kasolli, domethënë sa herë që ka pas kriza politike, sa herë që klasës tonë politike i është ofruar një vendimarrje e rëndësishme për vendin, ajo vendimarrje është bërë pasi është marrë leja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Britania është konsultuar, por domethënë gjithë kanë qenë tjerët nën margjina të rolit amerikan. Edhe kjo duket se nuk është golltitur mirë me gjithë ato investime siç kanë thënë ata që i kanë bërë në Kosovë. Po rolin amerikan duket që ka pas një betejë midis tyre kush për të kontrolluar politikanët dhe investimi i gjermanëve në partinë e Zotit Kurti duket jetë i vreqëm, i skematizuar. Ndërkohë tashmë janë zhgënyer, kemi pas deklaratat të vetë deputetit Bundestagut gjerman Josip Juratović, i cili domethënë akuzon Zotin Kurti që është një lloj partneri ideal me Vučićin. Ndërgjë ai është përfaqësues i një investimi të tillë diplomatik. Nuk është deklarimet e tij nuk janë të rastishme, nuk ai ka përfaqësuar një frym, një lloj aranzhmani që ka ekzistuar dhe pranon vetë ka përkrahur Zotin Kurti për 2 qëllime kryesore. E para që siç i ka thënë Zoti Kurti atij do të pozicionohet kundër koalicionit të luftës, do të ki deklarim publik të Zotit Juratović, edhe tjetra në raport me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ata janë zhgënyer sidomos në këtë pjesën e normalizimit sepse ka stagnuar procesi sipas. Nuk ka përfunduar investimi, projektimi siç e ka. Po patëm deklarime. Amerikanët ja u lanë dorë. Menaxheri. Plani Franco-Gjerman. Merreni, mbarojeni procesin, ja ku është kryeministri i cilin e kemi mbështetur dhe ne natyrisht, sepse ka dalë nga vota e popullit. Dhe ku e kemi sot situatën? Kosova sot është në masa çortuese nga Bashkimi Evropian. Kush i solli këto masa? Po këto vende. Për çka? Për cilën arsye? Kosova në sytë e tyre po shihet si një vend që po shkakton eskalim situate. Eskalim. Ndërkohë tash kemi deklarimet të përfaqësuesës së re të BE-s që ka ndodhur gabime në procesin e dialogut, duhet korrigjohen ato, nuk e ka bërë qartë konkretisht se për çka është fjala. Besoj që janë edhe ta bëhet të qartë duke ditur kush është në shtëpinë e bardhë tani. Në shtëpi. Po tash jo është një fakt tjetër. Kasolli, BE-ja nuk duket që duket një rol me të cabët pasardhës e Trumpit. Nuk ka diskutim kjo, dhe një raport i ri transatlantik. Mirë, po të paktën BE-ja tash presure të jetë pak më e sinqert, edhe të jetë më kritike në raport me Serbinë, sepse Vučići e bëri qartë që do të marrë pjesë në paradën e
Putinit Kryeposhkopi i Kishës Ortodokse ishte të Putini. Diçka që zyra e BE-s ju ka bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor, tash nuk kuptohet për kënë është fjala vendet të Ballkanit Perëndimor, nuk është për Kosovën e për Shqipërinë këtë ka filluar seanca. Ermal të lutem regjia. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në sallë janë të pranishëm 119 deputet. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, më 19, me 21 dhe me 23 prill 2025. Mua nuk më takon ta imponoj votimin, por do t'ishte mirë të ketë mirë kuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës, Republikës Kosovës. Procedojmë pra me pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive me 19 dhe 23 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje, nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetare të Kuvendit, ose kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nderuar i kryesues, të nderuar kolegë deputet, ne sërish e bëjmë propozimin e njëjtë, pra emri ynë i vetëm është Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që t'i kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza tjera dhe të zgjedhjes së nënkretarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit. Jo kujtoj sërish se për zgjedhjen e kryetarit ose sekretarës, në këtë rast kryetarës së Kuvendit të Kosovës, duhet spaku t'jenë 61 vota për. Kandidatja pra për kryetare të Kuvendit të Kosovës është Albulena Haxhiu. Ju lutem në salë pra qenë 118 deputet dhe mund të vazhdojmë me votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën e propozuar për kryetare të Kuvendit, deputeten Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Sërish kemi rezultatin për 57 vota,
47 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Ditën e mirë. Kthehemi për të vjuar këtë analizë. Lehtësisht e parashikueshme një ngjarje me rëndësi politike nga nënshkurti i dielës kur mbajtën zgjedhjet e rregullta parlamentare, ku pati një proces të lirë, përgjithsisht e demokratik, një proces votimi i numërimit votave tepër i stërgjatur me ato problemet e ndërhyrjes në platformën online, që ende prokuroria speciale nuk ka dalë me një raport, se që ndodhi me atë lloj ndërhyrje në platformën online, kush ndërhyri, pati me shumë betej politike midis atyre që ishin në qeveri dhe në opozit me akuzat të ndërsjella, po kryesisht ishin ata nga opozita dëridjeshme që shënjestruan kampin e Zotit Kurti që e organizuan deformimin e rezultatit online zgjedhor, dhe ende prokuroria, po them, nuk ka dalë me asnjë njoftim se ç'po ndodh me procesin e hetimeve, kush mban faj, kë kanë shënjestruar, ta hetojnë, kush është intervistuar, e të tjera. Votimi i para pak qasteve tregoi që vota anti zonës Haxhiu është shtuar nga 46 sa ishte para 2 ditësh, sot është rritur në 47 vota kundër propozimit për kryetarët kuvendit të zonës Albulen Haxhiu, 57 ishin pro, dhe duket se nga seanca në seancë kur po vija në njëjta, kjo vot po shtohet, a do të shtohet dhe pas 48 orësh kjo vot kundër, nuk e dim. Si e komentoni këtë seancë? Shihet qartë që kandidatja është e papranueshme. Dhe kjo u pa mas seancës dytë, muj me thonë, se të parën mundet me shku në atë drejtim që ka pas kundërshtime, po pas parasysh që rritja e votës kundër saj tregon që nuk jemi të gatshëm me pranu këtë kandidate, edhe se këta partit tjera janë tregu të gatshme që me pranu një kandidate tjetër. Po insistimi mu votu e kjo, Zonja Haxhiu si kryetare e kuvendit është tregues që Zotri Kurti në një, sipas mendimit tim, nuk don me bë qeverin, don me zvarrit procesin deri në atë pikë që do të më shkon zgjedhje të jashtëzakonshme, me ndaj vendim të kushtetutës ose ndërhyrja e presidentes, që është edhe e çuditshme se presidentja nuk gjendet në Kosovë,
por bën vizita jashtë vendit, duke pas parasysh që ajo mundet me ndërmjetësu ose me iftu. A ndëgjojmë fal. Patjetër. Po tollën me kuvendit duke na ftu çdo 48 orë ka 3 minuta e duke na mojt peng kretëve se dëshirojnë që 5 herë provën nuk i ka votat. Nuk i ka votat as për qeveri. Sigur të kishte votat për qeveri, kish pas votat edhe për kryetar kuvendit. Me qenë se nuk i ka, ai dështimin e tij personal, që s'mundet më bë kryeministër, po dëshiron me elon si pjesë të kësaj bllokade të cilën është duke bërë qëllimshëm. Ose duhet me konstruo kuvendin, ose duhet me shku drejt një marrëveshje politike, me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka mundësi tjetër. Çe ka ta? Jo, s'ka absolutisht, s'ka arsye me naftu Albin Kurti, nuk ka mandat me naftu. Ajo është veç një deputet. Është deputet, po s'ka nevojë me naftu me marrë vesh, duhet me ardhë, me propozu dikon tjetër. Nuk po dëshiroj unë mia imponu atij kandidatin. Let provoni, ka 48 deputet. Vetën le të propozon. Ka drejt, ajo është kryetori, është deputet ajo, s'është kryeministër, po. Ajo deputet. Le të provon, na shta votojmë. Nuk besoj që voton se ka meritu me votu, ai se ka meritu edhe se meriton as ministër më vonë, se jo kryetori i kuvendit. Apo të dëgjoj për takimin e tokës së zgjedhjeve lokale me Kalisi. Po. Ai nuk dashur që zgjedhjet lokale të bëhen së bashku me Jo, me nëse s'dolëm për kësoj situatë, na zgjedhut me mojt në maja në qërshur. Nuk mujnë me elon vendin peng të tekeve të Albin Kurtit të Albulina Agjiu. Kjo është e të mërshme që ka është të ndodhë vendin. Që tu përfatsojnë qytetarët e Kosovës, në qëtë salë. Këtë salë e kanë marrë peng lëvizjave të vendosje, dhe këta duhet me liru salën për me përfatsu interesin e qytetarëve për çka jemi votu këtu. Pra, mos me thonë, na e kem Albulina Agjiun ma transishme se 966.000 vota që kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Kjo është e të mërshme, mi e thonë drejtë. Një person po del që për vetëvendosjen është më i rëndësishëm se verdikti i 966.000 qytetarëve të vendit tonë. Urdhë. Po e pyesni për presidentën. Po. Nuk dëshiroj të në hy në pjesën e kushtetuese të interpretimit kushtetues të mandatit të presidentës. Po e vërteta është që presidenti ka mësë dhatë përtej dispozitave konkrete, legale, kushtetuese, ka dhe një mandat me siguru unitetin qytetar. Në këtë kuadër nuk e paragjykoj dhe s'du që përgjigja ime të tingëlloj as i ftesë, as i thirrje e as i pengesë për një gjë të tillë, por për dallim për kryeministit, presidenti është në mandat ligjor, kushtetues dhe e ka kompetencën që ja garanton kushtetuta. Unë mendoj që para se më ardh deri te një takim i tillë, mirë kish me qenë me i thirr mendjes, me i thirr arsyes dhe me i thirr përgjegjësisë qytetare, lëvizjave të vendosje edhe me ndru kandidatën. Me nxjerr një kandidate ose një kandidat që vërtet mund me kalu. Ata kanë kandidat që kalën, s'poku 2 dihen dhe i tash që ja kanë garantu votat disa nga kolegët e opozitës të kaluar. Pa me pas dëshirë për një me zhbloku situatën, kanë mujtë me zhbloku, munën sëtë, munën mas 2 dite. Me bo me thonë, po e shtin me reagu, apo këpëtën, thonë, këta veç i shtin, thonë, jo, unë s'du. Krejt e dim që ata që kanë reagu, disa që kanë thonë s'du, ata kanë pas një sistem matë madhë se so që ka pas në Albulina Agjiu. Që që nuk është, e jamja, po kujdesëm, mos me e tensionu situatën tutje, po me kriju zgjidhje. Këto janë paka shumë deklarimet po i përcjellje edhe deklarimet tjera. Jo, le të qesin Albin Kurtin sa i ka më shumë vota se Sokrej, le të qesin ato. Që s'kalon Albini, e kanë dytin Glaukun, duke të është dyti ma i votumi, tani shkoj me radhë, që kjo është absurde me mot ashtu se, shikoni, vetëvendosja ka pas një numër total të votave shumë matë madhë. Dhe ka marrë shumë pak vota si përqindje votës totale të vetëvendosjes. Kjo puna e kalkulimeve është qyshte të qërni. Këto ishin ka solli paka shumë. Është të vazhdu
Tash, rritësi që the edhe vetë situata lehtësisht e parashikueshme, tash jemi në këtë pozicion. Lau ku tha në propozim kur e bëri përsëri në fëltorët e kuvendit. Kjo është nëpërmjet Albolina. Nëpërmjet Albolina. A është në esencë problemi real Albolina Haxhiu? Apo është betejë kush po e fiton trofeun e radhës? Kush po e fiton pak është trofeja dhe qëllimi është kush po bën shimen në këtë betejë apo kupton? Edhe ndashëm kryetari Krasniqi i PDK-s i dha 2 indikacione, do thotë ose nëpërmjet një emri tjetër për krye parlamentar ose marrëveshje politike për më shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është Kur'an Murati, ta ndëgjojmë Kur'anin, më fal për. Po ky është një lloj papagalli që kupton se s'ka kurfar vizave të vendosur si fituese e zgjedhjeve që sapo janë certifikuar pra nga KQZ-ja, zgjedhjeve të fundit e ka të drejtën e propozimit të kandidatit, pra sipas kushtetutës, kandidatit për kryetar të kuvendit dhe këtë të drejtë e ka shfrytzuar duke e propozuar zonjën Albolena Haxhiu. Pra mos të harrojmë edhe një herë, sepse kundërshtit që po bëhen më tepër janë taktizime se sa që kemi të bëjmë me ndonjë arsye konkrete. Albolena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do pozite brenda kuvendit sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit. E po besoj kjo flet edhe për atë se si lëvizje vetvendosje, pra jemi të përkushtuar që kuvendit t'ia japim një kryetare grua. Ky është propozimi jon, nuk ka pasur ndryshim, as nuk do të ndryshoj, sepse ne kemi diskutuar brenda para se ta propozojmë kandidatën. Gjithsesi, çka takon tash të bëhet tutje, ne kemi pa që deri më tani vetëm një herë kuvendi ka pasur shumicë. Ka qenë votimi i raportit për verifikim të mandateve. Të gjitha votimet tjera pra nuk është arritur nga asnjëri ta bërë numri votave prej 61. Kjo nënkupton që cilat do pozitë, nëse nuk ka një dakordim për të ecur tutje, pra edhe kryetari, por edhe nënkryetarët nuk mund të kalojnë. Sepse kemi pa që tabori tjetër që po voto kundër, deri më tani i kanë vetëm 46 vota. Dhe më thonë, ne kemi 57 vota deri më tani, tabori tjetër i ka 46. Pra nuk është se dikush tjetër, ose votat kundër janë 61, e prandaj po detyrohemi që të ndryshojmë. Situata është e tillë. Duhet konsenzus politik, duhet dakordim politik, i cili mund të arrihet kur të dakordohemi edhe për kandidatën për nënkryetar. Pra ky do të ishte ai kompromisi që po kërkohet. Sepse siç e kam thënë më herët, nëse insistohet që fituesi të zgjedhjeve të përcaktohet kandidati nga subjekte tjera, atëherë pse të mos vlej e njëjti diskrecion edhe për nënkretarët. Edhe ne kemi shumë vërejtje për cilin do prej kandidatëve për nënkryetar që i kanë partitë. Në paket janë votuar. Por megjithatë, nevoja për konsensus dhe për konstituim të kuvendit nënkupton që duhet të bëjmë këtë kompromis dhe të ecim tutje me votat tona që të konstituohet kuvendi. Duhet ta kemi parasysh edhe një gjë. Pra vendi ka qeveri. Ka qeverin detyrë, por megjithatë ka qeveri. Çka mungon aktualisht në substancën e shtetit është kuvendi. Pra nuk ka kuvend të konstituuar. Dhe këtu bara bie mbi të gjitha partitë që janë anëtare parlamentare. Ishte pak a shumë kjo e moratit. Nuk i kemi rikonfirmim të pozicioneve para seancës. PDK-ja e gatshme për zgjedhje ose kandidat tjetër, lëvizja vetëvendosje nuk heq dorë, ndërkohë që nuk ka edhe kandidat të gatshëm nga lëvizja vetëvendosje që të shfaqen si alternativë për një lloj konsensusi politik, sepse në një farë mënyrë sa më shumë që a di cili është paradoksi, sa më shumë që opozita e kundërshton Albolena Haxhiun, aq më shumë i rritet pushteti i brendshëm. Ndërkohë sa më shumë që partitë opozitare kanë vullnet politik për dikon tjetër, atij do psohet pushteti i brendshëm se pse ty po të preferojnë. Do thotë shihesh me një lloj skepse, dyshimi, si një lloj armiku i brendshëm brenda taborit tonë politik. Ndërkohë në këtë betejë kundër Albolenës
ajo penalizohet institucionalisht që ta ketë pozitën e krye parlamentarës, por forcohet gjithnjë më shumë pozicioni i saj i brendshëm se është në linjë me udhëhecin dhe me partinë për me ndjek frymën antagoniste kundër partive të Ka figura të tjera të zëm, që në figura tjera. Po dëgjoj, po t'ja e po me... Kunan Muratit flet. Po jo, po kjo çesharake. Përmendi triere, përmendi gruaja me votu. Po jo, po këto janë çesharake. Edhe janë çesharake këto. Se kanë hapësirë, kanë edhe shumë tjera që janë femna që mund më propozojnë. Lau konjufca për shkakun. E pam edhe mënyra në kontekst të kësaj logjike duhet analizuar edhe mënyrën që reagoi Saranda Bukujevci, sepse në momentin kur ajo shihet si e preferuar prej partive opozitare, pa marrëveshje paraprake të Albin Kurtit me njërin prej subjekteve të tilla, në rritet dyshimi se ti nuk je denj brenda logjikës tonë politike për këtë arsye po shihet. Po je ka pak për këtë arsye po shihesh si e preferuar, kështu që duhet të jesh politikisht shembulli i Albolenës. Mbase mund të ketë pasur edhe ambicie dhe Bukujevci që legitimisht jetë kryetare e kuvendit. Po jo, po tash duhet mi mohu ambicjet personale me dëshmue besnikrinë partiare. Memli e përmendi këto, tho ka pasur që kanë pas gatishmëri, po presioni i mbrëmshëm thoma ne i ka shtynë në terek. Kundërshtimi i ashpër i partive tjera politike kundër Albolenës e forcon brenda politikisht Albolenën, ndërkohë çdo preferencë publike për ndonjë kandidat tjetër e dobëson nga brenda politikisht atë kandidat. Që e detyroj në stilin, pra po tham, që e detyroj Saranda Bukujevcin që ishte reagim çesharakaj, nëse ajo t'i falenderohet që është e preferuar ose diçka, e detyroj në atë stilin, pra po tham, të aty në skemave. Nga troja se mund të animohet si figuri jale ndaj. Po vjen paraqitja argumente, ka si që insistoj, nuk mund të vjoj matutje, zgjedhjet jashtëzakonshme. Besa ka propozuar dhe 2 data që ato të maj u pyet edhe për presidenten rolin e saj, vetëm që ka mandat ligjor. Te deputeti Kurti tha nuk e arsye, është njëri prej neve, presidenti atë që mund ta bëjë, ajo ndodhet jashtë vendet e një vizitë zyrtare. Po, e që kjo është që përmenda para se me dëgju këto që presidentja është e vetmja në këtë rast që mundet me provu, me zbut situatën dhe me iftu këto që me kriju një marrëveshje mrena të heshne ose një marrëveshje të hapne që mu votu edhe me vazhdu tutje procesi për konstituimin e qeverisë. Në anën tjetër, nëse ky proces vazhdon kështu do të gjithçysh edhe me marr një mendim të dytë pe kushtetutës. Këtu do të deputet mu mbledh një numër i deputetëve dhe me bë kërkesën që mund vlet për praktikën e ardhshme, por çështja duket që do të marrë drejtim mbase shpejt nëse ka vullnet politik dhe pse zoti Murati tha ne jemi qeveri po punojmë. Puna në rregull. Në një mënyrë se tjetër tha është interesi i kuvendit të konstohet. Ne jemi aty në qeveri tha po punojmë. Rikonfirmim që jo poetike asaj që e tha dje kryeministri. Ne po ndërtojmë ura, ata janë që janë duke bllokuar. Ne po punojmë, ata janë. Populli është ka punon, populli po punon, qeveria po punon, po investon, ndërsa ata janë duke bllokuar. Është duke përgjigjë edhe ta shikojmë vetëm një sekond. Si soj, ne kryesuesja përcakton si kur thirrët, kurse neve çka na takon është të bëjmë thirrje për reflektim pra tek subjektet të cilat janë parlamentare, partitë parlamentare në mënyrë që të votojnë. Pysim si a nuk konsiderohet keq përdorim kjo? Po ne shifeni tashimi në një situatë absurde që nuk parashihet kushtetuta. Pra kushtetuta nuk e parashet që vetë partitë e kuvendit të refuzojnë konstituimin e kuvendit. Pra jemi jashtë shkronjës së kushtetutës këtë rast. Këto kena të bëjmë me kushtetuta ka thënë në mënyrë të qartë se deputetët pasi ta marrin mandatin e tyre të verifikojnë si deputet janë të lirë të zgjedhin. Normalisht. Të kenë bindjen e tyre kështu me radhë. Ka një kërkesë opozita drejtgjeshme, si që tha dhe zoti Krasniqi, nëse nuk e ka këtë taktizim, se votat mund të bëhen për kryetar kuvendi, votimi për nën kryetar është proces krejt tjetër, është vimësi, por është proces tjetër, i ndarë, nuk ka lidhje me kryetarin e kuvendit. Votohen në paketë dhe insistimi i vendosjes sot për të kërkuar që të tjerët të kenë reflektim për konsenzus,
Racionalisht, duket, në një situatë racionale duket në rregull. Por kush e bë këtë, që ditën provokon tërkohën oponentët dhe realitetin, dhe në ditën pasuese pastaj fton konsenzus, kjo duket pak e pazakont. Këto nuk përdojnë konsenzus, këtu është problemi, sepse këta tjerët, partit tjera pjuthojnë, na jena të gatshëm me bisedue. Heq në këtë kandidatën, gjithë shka është në rregull. E gjejmë në kandidat ose kandidate tjetër, i kia edhe 27 deputet tjerë që janë në dispozit që mujnë mu votue. Po këta nuk përdojnë, do më thonë, këta përdojnë mjë thonë, na që shtu përdojnë me ba, ju kini me ba që shtojmë ne. Ose do të vazhdojmë me zvarritjen. A ka taktika apo jo këtë opozita, vetëvendosje do të mund ta sfidonte këtë lloj kërkesat të partive të tjera duke ndru kandidatin. Po du të sfidon. Edhe atëherë nëse opozita, po folmi bukfalisht, opozita e djeshme, ata nuk e votojnë, atëherë bie ndesh me fjalët e tyre. Dhe pastaj mundet Albin Kurti me thonë, peshini, unë as jena tu pengu. Po në këtë rast, vetëvendosja në krye me Albin Kurtin janë tu i pengu të gjitha proceset. Janë thjesht me këmbgulje të dasht mendimin dhe qëllimin e tyne me arrit, kështu që më thonë tjerve ne jena aq të fuqishëm që të gjithë i nënshtrojmë. E nënshtrojmë edhe opozitën e deri djeshme që ata duhet me marr atë person që nuk ju ka pëlqyer fare. U tribunua mbase nga hera parë. Mendoj çashtu po. Po ishte një gabim që taktik ka qenë gabim, po. Partitë opozitare që ju hakmar, ata të kërkuan shtekdalje për kësaj situate, u gjetë shtekdalje, ata shkrijojnë impresion që janë gjendje të bëjnë kompromise të vazhdueshme në funksion të konstituimit të kuvendit. Në rastin e Albulenës, domethënë Albin Kurti po kërkon rreshtim të opozitës proso, jo konsensus, kjo nuk është thirrje për konsensus. Ai po e thot vetëm votoni pro. Ndërkohë që siç e përmend edhe ti, gjykimi i gjykatës kushtetuese shumë saktë thot vota është pro, kundër apo abstenim. Të lirë janë. Të lirë është, po. S'mundet me thonë duhet me votu patjetër. Me impunim. Kjo është për këtë arsye gjykata kushtetuese i kalon 3 opsione, i kalon që vota kundër dhe me abstenim për mu t'i kalu nëpërmjet kompromisit politik. Tash është i vullnetit politik. Është instrument demokracisë kjo natyrisht. I demokracisë e tjera. Që tash ftesa aty nuk është për kompromis, është ftesa aty është nënshtrim. Ultimatum me një farë mënyre. Rrit, unë tash Bëni ose do të thoja diçka që mbas edhe nuk e preferoj ta them, po na jemi duke e pagu faturën e një investimit të madh mbrapsht politik, sidomos prej 2014 se rrënjët e problemit janë ashtu. Këtu jemi të e pagu. Këtu janë rrënjët e kritikë. Gjitha fatkeqësisht, gjitha format e bashkëpunimit politik ndërmjet subjekteve janë shpenzu. Nuk ka metë mu asnjë kartë në tavolinë. Këtu tash u kriju situata që ose një parti që e fiton shumicën absolute mundet mi kriju institucionet, ose ne do të jemi të paralizuar në mënyrë të vazhdueshme për shkak të lojrave dhe ndërskamcave dhe rivaliteteve e urrëties që është akumuluar. Nëse jemi në situatë ku askush nuk i beson askujt. Në këtë kaos politik, në këtë kaos politik, por ishte domethënë i kemi përmend edhe në emisionet e kaluara, do thotë, si kanë përfundu bashkëpunimin ndërmjet subjekteve politike. Hajde i fundit u pa na erdhën me premtimin për shpëtimin e vendit të kombit koalicioni LDK vetëvendosje. Kollapsoi edhe ai formë, nuk ka met asnjë variant, nuk ka met asnjë mundësi, asnjë lloj mirëbesimi politik që të rindërtohet partneriteti ndërmjet subjekteve brenda kësaj klime i cënuar në fakt është. Domthonë jemi duke e pagu, asgjë nuk është kjo, nuk po folim terma religjioz, kështu se çdo gjë të hakmirët në jetë mos ja bën të keqën dikujt se të hakmirët, por në politik do thotë këto janë reaksionet e një investimi afatgjatë njerëzisht politik që ka ndodhur për mbrapsht gjatë gjithë këtyre viteve, dhe që asnjë subjekt politik tash ajo që do të ishte ideale, por është iluzore, do të ishte ideale mbas edhe një lloj qeverie e gjanë që të relaksohen në raporte, dilet për këtij ngërçi e për kësaj atmosfere të urrëties që nuk mundet ajo. Nuk mundet, po e diuni që s'mundet, po qeveria e gjanë si shans. Si shans për rifalim të ri. Për ta rikthyer në binar çështën e dialogut politik. Dialogu i brendshëm është i shpartalluar. Ne jemi brenda një rrjethi vicioz. Kur tash një kulturë e tillë
Kjo viçë ushqen vetvete. Kjo viçë ka marrë duke ushqyer dhe duke marrë duke e përkesu situatën. Prej situatave të këtilla, çush dilet? Dilet në kuptimin moral nëpërmjet kërkim faljes. Dikush duhet të kërkojë falje për me dhënë shans një ristarti. Domethënë duhet me kërku falje, mi pranu prapë nuk po them terma religjioz, po me i pranu mëkatet politike që i kanë bën nga dëshira për protagonizëm, ose nëpërmjet një interpretimi të saktë ligjor. Po tash unë nuk din që situatë çysh mund gjendet rrugëzgjidhja, atëherë duhet këto parti tjera politike që po e kundërshtojnë Albulenën, fundit nëse lëvizjeve vendosje nuk demonstrojnë asnjë lloj vullneti për kompromis, me i dhënë shans këto me votu një kandidat tyre. Një kandidat të tyre me i dhënë shans me çunë gjykatë kushtetuese, se gjykata kushtetuese tash e tuti trajton veç vendime, nuk trajton më situata hipotetike. Këtu është problemi, gjykata kushtetuese e refuzon interpretimin e situatave hipotetike. Çka a bëj shkelje kushtetuese nëse unë e bëj këtë vendim? Jo, pas e të kryet vendimi, ajo e interpreton mendimin a ka qenë në koherencë me normat kushtetuese. Të më thonë opozita me qitë një kandidat, këto parti tjera edhe me votu e mandej me çunë interpretim. Nëse nuk di unë tash kjo kërkon një veprim do të mund bëhet nga dikush në mënyrë që ai akt me shërbyer si alibi që çoj dikush një rast në gjykatë. Dhe kjo është problemi tjetër, ne kena përshtypjen te popullata, te shumica e votuesve të vetvendosjes, që nëse gjykata kushtetuese, po supozojmë, pe mirë ka këta parti që kanë dalë 2-a e 3-a dhe pe votoj ka një person aty që bëhet kryetari ose kryetaria e kuvendit, këta thëjnë a peshini, është kap në kjo, dhe kjo prapë e çon në drejtim që Albin Kurtit i hyn në favor në zgjedhjet e ardhshme, se kalkulimet e Albin Kurtit janë te populizmi, te ajo që e ka krijuar, që shefën gjermot, e ka vizatu dreqin në mur edhe kush kalon aty e sheh ato. E këta njerëzit e qeverive të mëparshme janë që aty në mur të vizatuar. Dhe çdo kush që kalon aty i sheh ata dhe thot, ja këta janë fajtorë. Dhe për çdo edhe për që të ngërqin politik, po fajsohet ish opozita. Këtu që shihet qartë që mobilizimi është aq i madh me kriju një opinion se na po dojmë me bë marrëveshje ndërthojza, po marrëveshja është në kushtet tona. Cila është ajo? Na po them që ky kandidat ju e votoni dhe u kry puna. Kjo është marrëveshje. Nuk e kuptojnë njerëzit në termin që do me thonë, marrëveshje do me thonë, mu marrë veshje dhe me kuptu që okay, na pe marrim qëto se edhe juve pju përshtatet dhe pastaj vazhdojmë atutje. Problemi që ka me ndodh këtu, mendoj une që kena me një ngërç shumë të gjatë politik. Pa veprim duket që nuk do të ketë. Ja, këtu s'ka me pozitje. Dikush duhet ta bëjë një veprim në mënyrë që të jepet mundësia për një veprim tjetër. Presidentës ose dikujt tjetër ta çojë çështën për. Po që fatkeqësisht duhet ta themi hapur, gjithë janë peng të njëri tjetrit në këtë situatë. Problemi është që edhe subjektet tjera parlamentare që do të mund numrat i kanë, që do të mund të vinin deri te një ekzekutiv duke përjashtuar lëvizjen në situatë racionale, po. Në situatë racionale edhe atë janë peng. Pa zakon partia që i ka 48 deputet. Mos me arrit me një problem i jashtëzakonshëm. Pse? Me të është ata duhet ta kërkojnë të vetë atyre mbas problemin. Objektivisht. Absolutisht që nuk diskutohet, mirë po tash këto janë disa pengesa për shkak se secila prej tyre janë në kalkulime që e kemi barra kryesore. Unë prapë mendoj që na jemi në këtë situatë, një është fatura e këtë sjelljeve gati një dekadë politike dhe tjetra që është më imediate, tash se kjo është analizë tjetër kërkon çepër. Më imediate kemi prapë i rikthehemi temës së presidentit. Kërkush nuk i ka numrat për me të kaluar sfidë, frika që shkohet në zgjedhje brenda 6 muaj mund t'ju rikthehet në bumerang, secili është duke kalkuluar që mund të humbë më shumë se sa të përfitoj më shumë. Afati është shumë i shkurt. Në këtë situatë unë nuk di. Në këtë vet jemi në zgjedhjet rregullta lokale. Në këtë vet në tavolinë siç po shihet mbetet opsion thuajse real një kontrolli kushtetues për këtë situatë, interpretimi taksativ se si duhet të veprojnë deputetët, partia e parë kështu me radhë. Sa herë mund ta konsumoj procedurën me të njëjtin kandidat partia që e del e para, për ta bërë më të qartë mëse te kalimin e situatës, dhe në ndoj kemi zgjedhje të jashtëzakonshme që po ashtu duket të jenë reale sot. Zotri Krasniqi e tha, ne jemi të gatshëm për zgjedhje, që nën kupton që edhe partitë opozitare janë të
mendoj që kanë bërë dhe sondazhe, edhe kanë marrë opinione, ndoshta shojnë ngritje në zgjedhjet të jashtëzakonshme, pas parasysh edhe që i përmendi më herët. Si unë nuk di se janë reale, nuk i kum lexuar vetë. Po, sipas disa thot vetëm PDK-s dhe vetvendosis i konvenojnë zgjedhjet e. Po unë fola për zotin Krasniqin, unë fola për tjerët. Unë thash që LDK-ja edhe Aleanca janë në situatë të palahshme nëse shkuan. Për Aleancën dihet, këto është thonë që pa koalicion ka pas edhe mundësi mes me kalu pragun. Kështu që PDK-ja i ka bon, me siguri, sondazhet, kanë bon edhe... Kolegu Kushtrim Sadiku edhe tha, do me thonë aktualisht, si pas informacioneve që operone me organizatat, me gjas që kanë, jënë marrë me sondazhe, këto ditë të fundit, del që ky zgjedhjet e reja i konsiderojnë vetëm vetëvendosis dhe PDK-s. Po çfarë ndodh më së ne? Tash ne në njëjtën situatë kena me dalë edhe nëse shkojmë zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse këta do e propozojnë përsëri Albulena Axhiun. Por një kontroll, një interpretim kushtetues. Atëherë do e patjetër është. Në mënyrë që së paku ky problem që na doli të mos përsëri mos na ballavaçoj. Kemi hyrë në vitin e mrapsht politik për Kosovën e nuk di viti mrapsht politik, po përdorim metaforë letrare të Kadares për vitin e nëse situatat nuk janë identike. Kërkoj që të mos keq kuptohet ky krahasim, por metaforikisht po e përdori që kemi hyrë në vitin e mrapsht politik të Kosovës, ku rënjet e kësaj krize, pavarësisht dimensionit procedural, janë shpenzimi i mirë besimit të gjitha subjekteve politike në raport me njëra tjetrën. Jemi në kaos, nuk ka raport besimi. Jemi në kaos kështu, jemi në situatë kaotike morale në kuptimin politik të fjalës, ku askush nuk ka besim, askush nuk ka mirë kuptim për tjetrin, gjithë friksohen për një tjetrin dhe gjithë janë në kalkulime se sa mund me lëvizje taktike të përfitojnë duke dëmtuar tjetrin. Tash kostoja e këtyre veprimeve që ka pasoja shtetërore, se jemi në blokadë shtetërore, kjo është temë tjetër që... Murati tha, ne po him qeveri, tha, me një mënyrë ose tjetër, gati sa nuk doli me konstatimi, tha ju, po dëshet edhe mos e bëni kuvendit. Po, se na jemi kështu qeveri. Tash në fillim, tri parakushte për plotësuar. Zoti, qeveria në tokë edhe populli, ka ndërmjet çtyre tri instancave tash ekziston harmonia. Po e përdori kësi metafora që vjen nga vokabulari religjioz, po megjithatë janë disa djaja aty që hendës po mund pas pastrohemi. Po mund pastrohemi nga këta, nga mëkatet e tyne, e që ko pasku e po na qesi pengesa, po na jemi duke marshu në Shika, kjo është në sytë e publikut, besoj lexohet qartë nga reagimet që kanë çdo ditë, shqit si talli me shtetin. Dhe për këtë në bazë kosta do të paguajnë të gjithë. Këto taktika nuk, sipas shumë reagimeve që kisha në rrjetet sociale, nuk gëlltiten letë, edhe nga ata që deri dje mund të qenë lojal ndaj njërit apo tjetrit lider, por duket se situata në terren është e njëjtë siç ka ndodhur edhe në kohën e Vlanit, ku zotri Thaçi në atë kohë me insistim edhe e boni qeverinë, po pe atëherë ramjet madhe ka pas. Po e përmend afrimin. Çfarë po them, këto janë gjona, po e njëjta, e çaty po unë po foli pe aspekti që PDK-ja ka në fort në atë kohë. E njëjtën situatë është vetvendosja sot. Mundet me i ndodh e njëjta gjë edhe vetvendosjes që i ka ndodhur PDK-s në atë kohë. Që e kanë pasë këto e kanë pushtetin, rënien e kanë historiku i partive politike, i pluralizmit, i llojeve të tjera tregon që normal, ka me pas rënje edhe përsëri në zgjedhjet jashtëzakonshme. Duhet të jesh super i angazhuar në qeverisje me super merita, super rezultate, në mënyrë që me mirëmbajt atë rezultat. Po e ka mirëmbajt gati rezultatin me Këshirolla Holl pa bë asgjë. Vetëm 7% e gjysmë humbje me pasë shumë pa. Ne po të themi realiteti nuk korrespondon me atë përqindje që është e pazakon, por rënje pa tikun 120.000 vota. Po, me ishin edhe antagonizmet me Vjosa Osmani. Këto që ndikun, rrit bazën elektorale në këto zgjedhje pas 4 vjetë Kogja mos modhe e ka... Se një pjesë e votuesve të Vjosa Osmanit janë kthyer prapë në LDK. Do të thonë, ne duhet me pas edhe parasysh që një përqindje që e ka hup nuk o kon e këtij, po o kon e zone Osmanit. Pas nesër do të shohim se çdo ndodh nga këtu lehtësisht mund ta parashikojmë. Që ka me u kanë njëjtë rezultat. Këtë lloj seance që përballet me prezencë figurative të deputetëve, ato janë në figura statike
të batubishme për Po, 5 procesin. minuta dhe u krij punë. 5 minuta lexohet propozimi, të ndëruar shikues, numërohen votat, fillimisht si procedurë konstatohet prezenca e deputetëve. E kemi supervenç tash. Vetë çfarë të them, kjo është tallje pa diskutim për shtetin. Përgjithësia i bie partisë së parë, që mundësit për dialog me tjerët. Një shans për të zhbllokuar situata u konfirmua se nga AK se do të votoj disa emra të tjerë, ta them. Edhe me Memri Krasniqi, kryetari PDK-s, u deklarua edhe ka thënë se nuk voton asnjë kandidat. Në anën tjetër thotë është për kompromis, e dëshiron kompromisin, por nuk voton. Si i bie kjo, e kam vështirë ta zgjidh këtë ekuacion politik të thënë nga LDK Kasolli, por pas nesër që është seanca e radhës, është po e njëjta gjendje. Nëse kredi diçka tjetër mund të prodhoj ndonjë ndryshim në çastet e fundit. Këtu po shkputemi nga ky program special direkt. Ju faleminderit për kontributin. Ishte kënaqësi, faleminderit. Islame, faleminderit shumë edhe për vëmendjen. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.